rrugë të shemura njëra mas tjetrës, si kur do njëherë, rrugë të ndërtuara në gjitha kohrat me parë, rrugë të kashtës, së janë perceptime, ndaj dhe ti, po bën ligje, për të shpallë vjedhjen legjitime, vjedhjen e qeveritarëve legjitime. Miqtë e mi, Arben Brosi, Bujar Beshanaku, Nazmi Kryeziu, Besnik Ceka, të gjithë studentët e dhjetorin dhe trita asaj gjenerate, kishin një ëndrën europiane. Nga zemra e tyre, ushtoj ato ditë me fuqishëm se kur Shqipëria si Europa. Çfarë ndodh sot? Edi Rama për vjedhjet e tij i bllokon Shqipërisë dyert e Europës dhe i tregon derën e Beogradit. Premtoi pasaportën europiane dhe tani ofron pasaportën e Beogradit. Tani kërkon për të mbajtur pushtetin dhe karrigën. Të mos bëhemi antar të Bashkimit Evropian, po të kemi tregti dhe lëvizje të lirë. S'ka patur Shqipëria një armik si ky. Pas e në vërhoshës, ky është armiku më i madh i kombit shqiptar. Armiku i qenjës shqiptarëve, armiku i tardhmes shqiptarëve, i dinjitetit tyre. Edi Rama është i vetmi kryeministër në Europë që guxon të hartoj ligje, mburoj për vjedhjet e tij. Miq, betejë kundër hajdutëve të pushtetit është sot betejë më e shenjtë e shqiptarëve. Këta bllokuan drejtësinë, por ne s'do na bllokojnë kurrë. Ndaj dhe ftoj qytetarët e Shkodrës, ftoj qytetarët e mbarë Shqipërisë, të vazhdojmë kryerritjen tonë paqësore, gjerë në rrëzimin e tyre përfundimtar. Dhe njëherë, le të përulemi ne, para veprës dhe kujtimit të herojve të Vos Lirë, me zotimin më solem, se do bëjmë çdo sakrificë, se do bëjmë gjithçka, që ëndra e tyre votës lirë të mos vdes kurrë në Shqipëri, të jetojnë brez pas brezi, nderim për jetë, martirëve të 2 prillit, qytetarëve të Shkodrës dhe të mbarë Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit zoti Berisha.